Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në natën e 27, normal nuk garantojmë që është nata kadrit, por mundësiat për të qenë nata kadrit janë shumë të mëdha. Ajo që këshilloj veten edhe juve është që të mos i ndalim lutjet. Pa marrë parasysh sa jemi afër Allahut me ibadete, sa jemi të mangët në ibadete, lutjet edhe derën e Zotit duhet ta trokasim. Asesi nuk lejohet që të demoralizohemi, të humbim shpresat nga Allahu, sepse Zoti ka garantuar që ata që i lutën Allahut, Allahu i përgjigjet. Edhe nëse dyshan, prap edhe të sinqeriteti yt, prap lutu. Edhe nëse dyshan, ata pranon Allahu, prap lutu, sepse gjitha këto dyshime ty nuk të bëjnë me të tërhek prej Zotit, sepse ato burojnë ose nga ignoranca e jote, ato dyshime, ose burojnë nga mashtrimet e shejtanit. Po në Ramazan po e lëm meselën e shejtanëve. Ma shumë po fokusohemi tek neglizhenca, ignoranca, edhe po tham jo vendosmëria jonë. Lutu. Normal jo vetëm këtë natë, por po tham masa është e 27-a, mundësitë janë më të mëdha se sa netëve tjera për të qenë nata kadrit. Asesi mos mendoni që lutjet të Allahu kalojnë ashtu, kalimthi, kalojnë kot, mbesin në, po tham, fletoret ose raftat e harresës. Hasha wa kella, asesi Allahut nuk i takon kjo gjë, kjo mangësi, apo të menduarit në këtë formë për Zotin. Wallahi l'adhim, Allah është më i mëshirshëm, më i dashur, më i mirë për neve, se sa ne që jemi për vetët tona. Andaj, është e turpshme që me kalu një natë, e cila njëherë në vit përsëritet. Me kalu kështu, po tham në përgjumje, edhe në pakujdesi, sikur se i kalon disa njerëzve. Sikur ta kishin biznismenët një natë për ta shfrytzuar për përfitime, do të jepnin maksimumin, nuk do të flinin fare. Ju e dini se kur vjen disa ditë të caktuara, qofshin ato festa me apo pa burim fetar, qofshin ato rastet përfitimeve siç është Black Friday që kanë dhe që qohen pesh me përfitu, qoftë shitësit, qoftë blerësit, atëra nuk është e turpshme që unë edhe ti të mos qohemi pesh në kuptimin pozitiv në këtë natë, pse jo edhe natët e tjera tek që i kena pas që i kalum, edhe ato që do të vinë e që është edhe 29-a mbetet natë tek në këtë Ramazan të vitit 2025. Është e turpshme që dikush të vrapoj edhe tjetë më i kujdesshëm karshi dunjas së tij se sa neve që duhet jemi karshi ahiretit ton. Vëllezër dhe motra, forcohuni, shtrëngohuni, mos u dorëzoni për hir të Zotit Azza wa Jall. Zban asesi me u zhgënjy. Bëni dua për gjithë muslimanët kudo në botë. Fillimisht Allahu na shtoi imanin, pastaj na shtoi dijen e saktë, bashkë me to na shtoi edhe sinqeritetin, na jep edhe vendosmërinë në ibadetet tona, gjithashtu bereqet në çdo send, pse jo të na jep pasuri halal edhe të bereqetshme. Zoti ja rujt familjet, ja u bekoft çdo kanë që e doni dhe ju dhash khairin e dunjas dhe ahiretit. O Zot, ti je falës dhe fisnik, e do faljen na fal neve.